Deja, unë kam dëgju se i taku me atë Jusufin, me atë hoxhën e xhamis, lagjës. Po, jam taku. Ti nuk e nje? E cili shkaku i takimit ju me zeti jo? Unë kam dëshirë të investoj këtu dhe kam dëshirë që më të njeh gjithë pa përjashtim. Në rregull është, po ti nuk e njeh ato. Ajo është një person i rrezikshëm. Dhe një person që çdo herë pengon punën tonë, si ndërtim, si në bizniset tjera që zhvillojmë na. Kështu që, kur dëgjova që e taku me ta, nuk më erri shumë mirë. Se, që pa të keqe? Po, ti nuk e njeh atë person. Është një person shumë i rrezikshëm për qytetin tonë. Edhe ndikon shumë keq te bizniset tona. Çdo punë që ne fillojmë, ai na pengon punën tonë. Unë kam taku për qef, edhe unë thjesht kam dëshirë të njeh gjithë, du të investoj këtu, edhe nuk ka si gjë keqe. Për mua nuk jam e asnjënës. Në rregull Deja, unë po të kuptoj ke di që ke arë me qëllim të mirë këtu, po ose duhet të bashkëpunosh me mua, që jam si personi kryesor në këtë qytet, e jo me persona tjerë, treni dytë. Se ajo është një person shumë i rrezikshëm për qytetin tonë. Edhe çdo punë që ne e bëjmë, ajo është gjithherë pengesë për neve. E ka një ndikim një grup të vogël ato që ndëgjojnë. Unë nuk deshta me bë bashkëpunim, unë thjesht deshta me njoh. Është drejtë jote me njoftu se cilin që jeton këtu në lagje, në komunitet. Po deshta me të njoftu që edhe ai person gjithherë e kundërshton punën time. Në çdo biznes, çdo punë që unë veproj, ai mundohet me grupin e vet, gjoja se është ndaluar, nuk bën kështu të veproj. Kështu që ose duhet bashkëpunosh me mua si person kryesor në këtë qytet, e jo me persona tjerë që janë trendi dytë që nuk kanë ndonjë vlerë të madhe këtu për qytetin. Në rregull Deja. Po ne të shikojmë punë tona. Mos na interesojnë edhe punë tjera. Me rëndësishme është që biznisi jonë të shkojë ashtu si duhet, dhe ashtu si ne mendojmë. Ti mos u shqetëso. Me rëndësi na këtu punë tona të na shkojnë mirë. Apo? E për tjerat mos u shqetëso për tjerat. Këtu për qytet vetë na one. Kështu që bashkë do ta bëjmë biznesin e kemi pas shumë sukses. Qëtë që kanë tash po të qëtë në autobus dhe shkon të në ato anime, apo? Po, se setoret autobusi e di rrugën. E, shumë mirë. Edhe e merr mamin me veti edhe hajde një knena tani bashkë, apo? Ja, po rrim dhe dit. Dhe?
Po. Jo, po, pse me nejtë do ti? Ka të me nejtë? Jo, se kam qef me nejtë me ata. Me ata që? Ani veç me lexu Kur'an. Jo, mos tani. Po. Lexo Kur'an mos harro, edhe tani vim. Po. Bravo. Që, herë Që të ka dhe grupo. që Po, ja çoj pak, ka pak. Pa ka të them ti apo ti nuk do të po. Hajde se, kom punë me ti. Pejnë unë kam pak. Për folë ma si kë keme qikë. Se ta kësha kaldur anën ty sëtë. Nese, se të vjen ani dhe ty. Shumë shpej. Dija dhe njëherë mirë se kjo ardhë, që shpeshe edhe vetë, kjo është zyra jam, krejt projektet madhore kanë startu prej këto. Që i ke pa objektet, ndërtimet, që i kena bo, i ke pa dhe do parcela, në vazhdem ujna me këqyre dhe do projekte tjera, që i ka bo arkitekti, do i kom pështu edhe one, cilin ta merë menja aty, edhe i nisëm, po arsyet që të kom fëtu në sët, është për mu njoftu pak ma qërsisht, është edhe mirën vesh pak ma mirë se jena femna. Edhe për tjera gjona masanina, tupa. Faleminderit për mikpritjen. Asë gjatë lutna, është knetësi. Që je interesu me mujnë me t'i kallëzu dhe do projekte. Unë e kom bo këta, Po, është projekti jonë. shumë i bukur. Edhe kjo pjesa këtu. A muj me ditë që apo shkruan? Sot normal s'kena me në shkru kur gjë. Unë çdo mendim edhe çdo detaj kam dëshirë ta shkruaj. Edhe ta projektoj. Mirë. Po shumë po m'pëlqejka. Jam të t'i kallëzu çdo projekte pak të thjeshta. Si quhet lagja këtu? Kjo është lagja kryesore e qytetit. Është bashkë zemra e qytetit. Është projekt milionsh. Qërë kutohet edhe mrapa nej. Dhe me thane ki pamjen Silo 360 shkollë ki pamje. E kena edhe një projekt vogël, një mini projekt më me thonë. Na ka marrë dikon 6 ditë 7 maksimumi. E kena bo sa merë menja mujna me fillu dhe këta. Jo, unë kam dëshirë me fillu direkt me projekte të mlaja, po pa qenë e sigurt nuk mundem. Po, ani mirë. Me të vogla nuk du fare. Okej, me not marrë edhe për projektin e madhë dhe Faleminderit. sa merë menja aty. Tane, Faleminderit. boja, se jo.
I nderuar Hoxh, Po, unë të kam sjell këtu sot, sepse kam dëshirë të investoj në këtë vend, edhe unë nuk I njoh shumë njerëzit këto, edhe kam shumë besim të ty, të më tregojsh diçka të drejtë. më pyet, por në ato çka unë e di, do të përgjigjna. Unë po du me të pyet, a ja vlen që unë të investoj në këtë lagje, në këtë vend, të qesni shumë parash në këtë vend? Më thonë drejtën, nuk është se e njoh shumë unë e fushën e biznesit, po interesohu ti të investosh në halal, punë e cila është e drejtë, pa e manipulu ndonjë njeri ose ndonjë punë që është jo e mirë. Kështu që këshilla jam është që ti me zgjedh personat e duhur që ti të investosh. Me thot drejtën, kjo lagje ose kjo dhe ky vend në përgjithësi qyteti jonë nuk është I keq për investime, vetëm se mvaret se çka po investon. Dhe jo sikur dikush që investon në gjëra të ndaluara, në gjëra të dëmshme për qytetarët ose për njerëz që jetojnë këto. Unë po desha me të pyet për një person që mendoj se ndoshta mund ta njohësh. Një person të kësaj lagje, Po, kush qenë ka ai? e quajnë Gjelat. Gjelati. Gjelatin me të thonë drejtën e njoh si figurë edhe e di mirë se për kanë e ki fjallën, po s'është që kam në shoqëni me ta ose ndonjë takim të veçantë. Me qenë se më pyete për një personalitet të tillë, atëherë unë jam I detyruar me të tregu të drejtën dhe të vërtetën. Ai person e numëron e llogarit veten që është shumë superior këtu në këtë qytet. Dhe se sa ja vlen ti të bashkëpunosh me ta, se çështja e biznesit nuk është se të na ndalon me punu edhe me njerëz të kategorisë të tij, mundesh me punu me ta, por të kesh kujdes, me të thonë të drejtën, ai është shumë antifetar. Ai është një armik I fesë islame, është armik I hap. Me të thotë drejtën, ai edhe më ka kërcënu një ditë, duke më për herë të parë që e takova, unë te tavolina jam, edhe sa të kesh kujdes, mos fal sa për bizneset tona, dhe në fakt s'kam fol për bizneset e tij, unë kom fol vetëm ata çka është sipas Islamit. Kom thonë njerëzve, kom thonë xhamatit që alkooli është ndaluar. Kom thonë njerëz që mishi, përveç se mishi I derrit, mishi I qenit, mishi I macës, këto janë të ndaluara të hahen. Po nuk është se kom fol për fabrikën e tij ose për bizneset e tij. Pastaj kamata, fajdet që ai I bën nuk janë të lejuara në Islam. Dhe kjo e ka pengu ato shumë. I bie sipas tij që unë kam fol direkt kundër Gjelatit. Po unë kam fol pra si cilësi, si fenomen për damet që ka mund më bë të njerëzit. Dhe nuk kam thonë mos shkoni me marr fajdet të filani, pra nuk ja kam përmend emrin. Mirë po, atina I pengon kjo dhe mu ka vërsul pak, po në mjafton Zoti neve. I nderuar Hoxh, Po. për herë të fundit, po të drejtohem, përgjigjes sikur para Zotit, Po. që ti a kishe bashkëpunu me atë person? Jo, unë asnjëherë s'kisha bashkëpunu me atë person. Me thonë drejtën, ai person është I rrezikshëm, është I pabesë. Me qenë se ai më ka kërcënu mu, dhe nuk I friksohem, po kam të drejtë dhe unë me fol, sidomos kur ti më pyet dhe thu fal si para Zotit. Një njeri I cili jep fajde, nuk është I besës. Ai
Në momentin kur i ngushtohet puna vet, mundet të mi trajtu edhe ortakun e vet. Prandaj, nëse është vetëm biznes për ty personalisht, ti mundesh me bashkëpunu me kushtet tua, me siguritë tua, që shiki aty unë nuk moj se nuk e di se si shkon puna e biznesit. Unë jam imam edhe vetëm e predikoj pra këtë mesazh të Zotit, flas në emër të Kuranit ashtu që e kena mësuar. Kështu që unë s'kisha bashkëpunu asnjëherë me atë person, sepse është njeri i cili mundet me të prej në besë edhe mos me një keqardhje asnjëherë. Hoxh, unë kam mendu që t'investoj këtu. A munde me bashkëpunu me ty? Me investu të na. Po. Unë, thash edhe ma herët, nuk jam për biznes. Edhe nuk është se e di drejtimin edhe punën e biznesit. Nuk e di që shkon kjo punë. Ka shumë kohë që unë e mirë në vete me çështjet fetare, me libra, me Kur'an e kështu me radhë. Besoj që mundesh me gjetë njerëz të mirë, njerëz të besueshëm, po unë s'po muj me të premtu dhe kjo është arsyeja pse unë nuk mund të them që po ti do ose mundesh me investu te na. Kjo është pra. Mirë po, nuk do të thotë që kem mbet tash ose te ai person që e the më herët ose te unë patjetër. Besoj mundesh me gjetë të tjerë, nëse ti ke kohë, ki me qëndru këtu më shumë, mundesh me gjetë njerëz dhe mundesh me investu pa problem. Hoxh, falenderoj shumë. S'ka gjë. Edhe one do ta mendoj gjatë për investimet këto, edhe do ta gjej një zgjidhje. Qashtu mendoj edhe unë, mendoj mirë e pastaj vendos. Edhe do ja u them edhe atyre personave vendimin tim përfundimtar. Në rregull është ajo. Inshallah Zoti të ndihmon edhe t'jap sukses. Faleminderit shumë. Lejtë mund. Që është net ajtë. Që ndërtimi jonë, edhe këtë pjekë këtu. Bashkë me flakën, kena po bashkëpunime. Qenë? Po dhe ati jem duke punu. Po, që edhe këtu kemë ndërtime. Kështu deja, kjo është projekti që të regova më herët në përfundim e sipër. Pastaj kemi edhe disa projekte tjera, zbashku me flakën. Ne kena një projekt është shumë i mirë, vendin e kemi të gatshëm për ndërtim, projektin gjithashtu, mujna me njëherë me startu atje. Po, edhe një me mendimit, si flaka që me startu, mos me hup ko shumë. Ti kur je gas me lirisht mund me bashkëpunu me dy. Unë e kam vendin shumë të mirë, një vend shqyqer që as dhe lotës e ka tonë. Edhe i shkoll një që atje me investu. Po, ma mirë i shkoni herë këtë objektin këto që thashën më herët, flaka. Kjo është një pjesë shumë e mirë e qytetit. Se banesa kam fillu dhe mushtit, po shërqitja shumë mirë. Projektin që e kam unë është hala ma i mirë. Po Se ti, është krejt e arkitekti ma i mirë që e kam. ti e di flaka që unë i shes banesat qysh herët, ende pa kry ndërtimi. Kështu që kitë punë është mirë malo mu. Është shumë mirë që është shumë mirë e ki. Po është veni shumë hazër, më nëshme orë me pa dhe vetë. Qka po me ndonë dhe aty? Qështë ta merë menja aty? Qfar mendimi Qështë kiti? ta thonë me humë me lëshu këtë rast? Unë e mendimit jam që ju nuk qenë keni në koordinata me zveti, edhe për momentin unë nuk mundem të investoj këto, por ju kur të bini në koordinata me zvetit, bini në marrëveshje, ju mundeni të mlajmëroni mu. Da në koordinata jene? Jo, unë po të kuptoj ty, por unë për momentin pa qenë e sigurt nuk mundem edhe u bë edhe vonë, por do shifemi. Faleminderit. Në regull, qimi përsëri. Moj flaka, të ishte që Jo, vështë nuk u funksionë e kuzjo, po e lajmërojmë ta dhe se dojmë.
Se dojmë apet. Hajde shkojmë, ne tani flasim për këtë. Što del hoxha? Po nege. Që lodhëm thave që tëtë. Po i tyve në po më nguzë, sa në manë shkune e fjollë tyve më e boj. Do të mja shkip në i rështë. Kom që i baj. Sa dhe më lidhë merë ma mirë. Nuk vërzit punë të huja. Hajde hoxha, hajde. Hajde se të të prit jam. Mëra, Josef. Po ordita më fjellë o ty. Sure, okay. Halo. Po, në? Po gjo, unë jam coke. Ndje mirë. Edhe punë ti shpejt. Ma tha me ka? Po du më po që jakë njësë mi shti hundë, punë që s'takojnë ty. Ku është? Të gjeloti. Në për ndërtesa, jo mos e kjo ka mot, jo mos e kjo kredit. Qa po t'inu dhe ty ola? Qëve, se edhe ajë një ditë mi ka thot dhe që shtë fjallë. Une nuk jam kunder kërkuj. Une thjesht jam të folë për fejnë islame, kunder asë një kompanije edhe asë një individi. Thjesht për e plasë të vërteta. Ndërsa puna ju, ashtë halal, a haram ju e dini ma mirë. E po nëse dini ma mirë, ty nuk ta kanë më mirë me një punë. Edhe une nuk jam kunder juve, po jam kunder të keqës edhe veseve punëve të këqia. Kunder harameve jam. Po ti del kunder kuj dush. Po në biznes tuni mos na pengot se i të nga bo dam. Mos del mi o thonë njerëzve, mos blini banis me kamot, mos blini banis me kredi. Te a pëti që po Që to lofe nali. Ti po më thumë së falë në gjami. E unë e thonë nuk e nali kur. E nol. Shonë thaj fundit për ty o shikja. Se për ndryshe, kime pos pasuja shumë moja. Kur asë një komunal. Tjera fundit, oj bjetë. Alhamdulillah që s'na urrejnë besimtarët. Na urrejnë njerëz të kotë, njerëz që janë të lidhur me dunjan. Na mjafton Allah. Mos u lodhni duke sulmuar muslimanët, sepse Islami nuk thyhet. Mund ta godisni fytyrën apo trupin e një besimtari, po asnjëherë imanin e tij. Mund të vjedhni pasurinë e një besimtari, po asnjëherë lumturinë e tij. Prandaj, të keni kujdes dhe dijeni çdo herë, sepse Islami do të përhapet sa herë që ju e sulmoni. Dhe asnjëherë mos harroni që ne do të themi juve, mos luaj me zjarr.